Karate e Naim Bardiqit. Një mesazh në ekranin e telefonit, një shkrepje aparati dhe një skandal që po dridh themelet e kuvendit. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje, Naim Bardiqi, është zënë mat në momentin më kritik të shtetit. Po e zgjedhim karate. Pastaj të shohim çfarë thot kushtetuesja. Kjo ishte fjalia që ekspozoi strategjinë e pushtetit gjatë seancës së jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit. Një goditje e shpejtë mbi procedurat, duke lënë lishmërinë për një ditë tjetër. Por kjo karate nuk është e panjohur për Bardiqin. Dikur sekretar në Ministrinë e Shëndetësisë, ai u bë protagonist i kronikave për karate administrative e procedurale në tender të buxhetit të shtetit. Një model veprimi që në vitet e pandemisë e detyroi ish ministrin Armend Zemaj ta shkarkonte për keqmenashim. Nga prokurimi te kushtetuta, a është politika e vitit 2026 një arenë sportesh luftarake ku forca mposhtë rregullat? Nëse karatea administrative i kushtoi me shkarkim, a do t'i kushtoj kjo karate parlamentare Albin Kurtit, Kosovës me një tjetër krizë kushtetuese? Ndiqni Ston Kosova për të vërtetën që nuk pranon nokaut. Aty ku vendoset fati i Republikës.